Po nga majoranca, ka tjerë që kanë dezertuar dhe nuk kanë marrë pjesë në votim sot. Ishte Gonxhia? Ishin jo nga majoranca. Nga opozita. Nga opozita. Mund të ketë pasur dhe aty. 47 në qenë. Por andaj po them. Ra në sy mungesa e zonjës Topalli për shkak. Patjetër. Edhe këtu duhet parë, do të thonë, e njëjta gjë. E njëjta gjë. Mos kalojmë atë që donja të kundërshtonja. Po, replikën, të lutem me avokatin. E para kjo nuk është e drejtë edhe abuzohet po të flitet kështu. Për çfarë arsye? Në rast se SPAK do të çonte kërkesën, por që nuk e ka këtë, domethënë këtë tagër, do të çonte kërkesën në parlament, e do thosh, duhet të marrë një mas sigurimi ndaj saj, pa e përcaktuar. Atëre kjo logjik mund të shkonte. Që ti, si parlament, në kompetencë ke, që ja japësh, atë mos e japësh autorizimi për një mas sigurimi. Jepi autorizimin, është gjykata që do vendosi, e di gjykata pastaj atë e vlerëson, ç'a do të japi mas sigurimi. Po kur ti e bie, o arrest në shtëpi, o arrest në burg, s'ta jap sa 10 vjeta. Se e përcaktove ti masën e sigurimit. Pra nuk ta jap ti gjë. Nuk ta jap, kur nuk ta jap. Se nuk ta jap. Se nuk ta jap. Se nuk ta jap. Nuk ta jap jo vetëm për precedentet që janë krijuar këtu në këtë vend. Nuk ta jap jo vetëm që ligjërisht nuk jepet një gjë e tillë, nuk jepet, ligjërisht nuk jepet për një vepër të tillë penale që ti e sjell këtu. Por nga ana tjetër nuk ta jap edhe për një arsye tjetër madhore madje, sepse ti si SPAK po ndërhyn rend në gjykat dhe ti po shkel rend pavarësinë e gjykatës. Pse po e shkel rend pavarësinë e gjykatës? Se duke e marrë e duke futur në burg, ti i thua gjykatës nesër, s'ke alternativë tjetër dënimi. Me kusht se ja jep dot. Me gjop nuk e dënon dot. As një mas tjetër, vetëm burg. Pse? Po ta futa unë burg. Domethënë gjykata ka duart e lidhura. Pra ne nuk e lejojmë SPAK-un të shkeli pavarësinë e gjyqësorit. Kur? Nuk e lejoj. Ju kush? Si? Ju kush? Kush? Ligji. E pra. Po ligji, ne them unë, kur them ne, ligji. Se ligjin përfaqëson, ti dhe unë, kur vemi atje. A flasim kështu ne atje, para prokurorëve, gjykatës dhe tjera. Nuk e se emër partive. Po që ka partia këtu, kjo është e keqja me madhe. Që ne ngatërrojmë... Jo, të ngacmon avokat. Kjo është e keqja, që ne ngatërrojmë partinë me ligjin, ngatërrojmë partinë me kriteret, kur jepet masa e sigurimit. Tani helmimi provave. Nuk ka turp më të madh. Kush e transform partinë e ka vendin e vet. Nuk ka turp më të madh. Nuk ka turp më të madh. Nuk ka turp më të madh që ta thon këtë gjë, domethënë, ta thon juristët, ta themi ne avokatët, helmim të provave, kur bëhet fjalë për ndikim mbi tendera. Thot SPAK-u me ka përdor SPAK. Nëse po SPAK-u them unë, SPAK-u ka helmuar veten me këtë që tha. Pse? Çu e ka quetur? Ky është po ka helmuar veten po them unë. Pse? Sepse ndikimi në tender, pra ndërhyrja në tender, nuk ke shpunë dëshmitarësh. Nuk ke shpunë thashë themesh, nuk ke shpunë është punë dosjesh. Është punë aktesh, është punë firmash, është punë kompjuterizimi, pra të tëra i ke atje, se është punë dëshmitarësh. Gjykata rrezon nëse ka prova, sepse ndryshe ne do thoshim, del një në rrugë atje, edhe thot, të lutem se mbarova, del njeri atje në rrugë atje, na thot, filani thot qëlloj me armë, thot, edhe arrestojni sepse ka armën pa leje, e pa shumë që qëlloj me armë. E arreston njeri atë, pra në mbajtje pa leje, sa 10 vjeta. Pse? Do vemi të qikojmë gëzhojnë në rrëth parë, do marim dhe armën, nuk bet me lafe goje kjo punë. Po i ka për 16.000 faqe prova, ja kanë quar parlamentit, disa denjuan të shojnë, disa nuk denjuan të shojnë fare. Po lere më të prova, nuk janë prova që më ti edhe njerë të lutem. Qa prova, cilet prova? Se diu, su jam të edhe dosjet e... Po s'kemi as një provë, faktikisht as një provë, as një nuk është në gjendje të thot, qovë dhe një provë të vetme, një o një që të quet ligjerisht provë. Se cili ruan vetën avokat, se pas taj të dalë për njerje